Sot jemi në një pyll, por jo në një pyll të zakonshëm, sepse ky pyll fshe një kështjell. Dhe me këtë rast nisim edhe serinë e udhëtimeve tona në kështjella. Kështjella e sotme është Marienburgu. Sot ndodhemi në një kështjell shumë afër Hanoverit, rreth 20 kilometra larg qytetit të Hanoverit, në kështjellën e Marienburgut. Kjo është një kështjell e cila është ndërtuar rreth viteve 1857, ka zgjatur rreth 10 vite dhe është ndërtuar nga mbretëria e Hanoverit, më saktë nga Georgji i V, i cili ja ka dhuruar këtë kështjell bashkëshortes së tij në 39 vjetorin e lindjes së saj. Me sa duket ai pas ka dashur kaq shumë bashkëshorten e tij, sa i ka dhuruar këtë kështjell kaq madhështore. Kjo është një kështjell e cila është vendosur në majt të një kodre, më saktë në mes të një pylli në majt të një kodre dhe e rrethuar nga një lumë në 360 gradë të saj. Kjo kështjell është e mbyllur që nga viti 2023 për arsye rikonstruksioni dhe rikonstruksioni i saj parashikohet të zgjasë deri në vitet 2030-2031. Ne kemi disa vite që e mendojmë, kemi 2-3 vite që e diskutojmë vizitën në këtë kështjell, por për arsye se ka qenë e mbyllur, nuk e kemi bërë këtë vizitë. Dhe sot më në fund vendosëm ta bëjmë këtë vizitë në këtë kështjell, edhe pse ajo është e mbyllur. Por vizitën e saj do ta bëjmë thjesht nga jashtë. Këtë kështjell, siç thash, është rreth 20 kilometra larg qytetit të Hanoverit dhe për të ardhur këtu ne përdorëm transportin publik, më saktë me autobus, dhe ishte shumë i rahatshëm. Gjithashtu pam edhe kishim gjatë rrugës një pamje fantastike të fushave të mbjella me grur, misër dhe produkte të tjera. Dhe pjesa e ngjitjes deri këtu në kodër ishte gjithashtu shumë fantastike. Tani le të shohim pamjet nga pylli majgjepsës i kësaj kështjelle. Këtu është një pjesë e pyllit të majgjepsur rreth kështjellës së Marienburgut, cili është tepër gjigant edhe mbulon të gjithë kështjellën. Nuk duket asgjë nga kështjella. Edhe pse kështjella është thjesht diku aty mbrapa. Këtu ndërkohë mund të dëgjojmë cicërimat e zogjve për shëllimën e pyllit dhe avash po shohim një pjesë të murit rrethues të kështjellës. Ndoshta. Tani do bëjmë një tur rreth e qark kështjellës, të shohim çdo cep të kësaj kështjelle. Kjo është porta kryesore e hyrjes së kështjellës. Nga ku do dallojmë edhe stemën e familjes mbretërore. Kështjella në fakt duket shumë e bukur nga afër, por si gjithmonë në video nuk duket aq bukur sa nga afër. Okej. Këtu jemi në një tjetër kënd nga ku mund të shohim 4 kupolat kryesore, të cilat janë këtu mbrapa, dhe kulla e vrojtimit. Gjithashtu doja të thosha që kjo është një kështjell e stilit neogotik, edhe pse ngjan me një kështjell mesjetare. Gjithashtu këtu është luajtur një nga serialet e Amazon Prime, i cili quhet Maxton Hall. Dhe që nga i moment, akomodimet në qytetin e Hanoverit janë shtuar me rreth 400%. Le ta shohim.
Ky pra ishte një udhëtim shumë i shkurtër në 360 gradë të kështjellës së Marienburgut.